Tani miqtë të dashur të diasporës, nga zëri i diasporës kem kënaqësinë Nikos si është detyrë që të bashkëpunojmë me shqiptarët, sidomos studentë në Maqedoninë e Veriut, të cilëve po cenohet të drejta e tyre për të shprehur, për të punuar në gjuhën e vet, në gjuhën shqipe, për cilën gjuhë prindët e tyre kanë punuar dhe luftuar, i kanë fituar të gjitha drejtat, ndërsa administrata tashmë tenton të mohojë ato të drejta. Sidomos sa i përket punës e jurisprudencës, që Pegi ka zgjuar një problem të madh Maqedoni dhe pritet të ketë probleme edhe më shumë nëse nuk aplikohet ajo drejt e cila me kushtetutë tashmë Maqedonia Veriore garanton për shqiptarët. Zotëri nderuar, faleminderit shumë që gjetët kohë për neve, natyrisht edhe për juve dhe kolegët e tu studentë. Ju faleminderit juve për ftesën. Me vlen Ademi, lëvizja e studentëve për zbatimin e gjuhës shqipe. Pse duhet hale, edhe pse Maqedonia ka futur në Bashkinë Evropiane, është në NATO, pas një marrëveshje që u bë në kushtetutë që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Maqedoni, të krijohen probleme të tilla, a keni gjetë një arsye? Realisht arsye konkrete nuk kemi, po atë që mund ta shohim se edhe pse pretendojmë që jemi nisur drejt Bashkimit Evropian, edhe se jemi pjesëtar i NATO-s, përsëri funksionar të lartë zgjedhin të mos e zbatojnë ligjin dhe kushtetutën. Në këtë rast ne kemi dorëzuar një kërkesë për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe fatkeqësisht vetëm kemi ngjeshur në një albanofobi të shprehur, një frikë nga gjuha shqipe nga ministrat në qeverinë tonë. Dhe ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje konkrete, kemi patur ca përgjigje të cilat janë ndryshuar kohë mbas kohë. Dhe për këtë arsye me 6 prill ajo kulminoi me një protestë madhështore të studentëve, të cilat mbajnë në Shkup. E ku është arsyeja që është aq fobi e madhe për gjuhën shqipe dhe shqiptarët në Maqedoni, që ne spaku kemi menduar që ajo veç është diçka e tejkaluar? Jo, realisht kërkesa jonë nxorri në pa që kjo nuk është diçka e tejkaluar në rrethin tonë, ne jemi duke u kthyer prapa në ato vitet e errta të Maqedonisë së Veriut, ku nxitjet ndëretnike janë baza kryesore politike. Dhe kjo është realiteti fatkeqësisht që ne kemi, dallon nga realiteti në Tiranë, dallon nga realiteti në Prishtinë. Sa ka qenë deri me tani përkrahja e studentëve ndaj prej institucioneve shqiptare spaku, ata që duhet ta fuqizonin dhe ta mbajnë të drejtën e shqiptarit mos në si shtet formues? Realisht përkrahje kanë shprehur të gjitha partitë shqiptare, por kur vjen puna aty në vepra, fatkeqësisht ngecin pas. Premtimet janë bërë që provimi do mbahet në gjuhën shqipe nga ana e partive politike shqiptare në qeveri, por ajo që e shohim është se nuk ka afat kohor se kur do mbahet. Dhe kjo është ajo që ne kemi pak kryesore, që duam ta dimë se sa kohë do merr kjo procedurë. E nga ana tjetër dalin funksionarët e partive maqedonase që janë në qeveri, që e tejkalojnë atë mazë, domethënë kemi deklarata nga kryeministri ku protestën tonë ka quajtur si skenar destabilizimi. Gjuha ime nuk mund ta destabilizoj shtetin, por edhe nëse i drit themelet e vendit, e shtetit, atëherë ka diçka gabim me shtetin. Gjuhët janë pasuri dhe vlerë shtuar për çdo komunitet, për çdo vend, nuk duhet të mbahen as qëndrime. Ju jeni tani tu luftuar për të drejtat e juaja, gjithmonë me shprehje të lirë. Po si ke mundësi diaspora, studentët, kolegët e juaj, kemi shumë organizata të studentëve në diasporë shqiptare që janë tepër të organizuar. Çfarë forme kanë mundësi që ata të ngrejnë zërin në emën tuaj, që faktikisht edhe ata të ndihmojnë shqiptarët e Maqedonisë, që të shkojnë në nivel tjetër evropian, dhe pse jo amerikan, që dikun po shkelin prapë të drejtat elementare të shqiptarëve? Realisht kemi patur shumë mesazhe dhe shumë ndihmë nga diaspora, kanë qenë një nga ndihmësit kryesorë që na kanë mbështetur, na kanë dhënë përkrahje si nga Amerika, Evropa e deri në Australi. Por çka mund të them është që të vazhdojnë edhe të marrin sa më shumë përkrahje vetë nga ata bashkëqytetarët e vet shqiptar që i kanë në vendet e tyre. Atë çka mund ta bëjnë ata nëse janë afër ose gjenden këtu të na bashkangjitën në hapat e radhës tona.
E nëse nuk mund të vinë të na përkrajnë me postime, edhe të na përkrajnë duke i adresuar qeveritë e tyre. Të gjithë ata që janë në Amerikë të adresojnë departamentin amerikan, të gjithë ata që janë në Angli të adresojnë qeverinë në Londër, e në të gjithë vendet kështu njëjtë. Kështu të bëjmë një presion të bashkuar për ta zbatuar gjuhën tonë. Ju ishe në summitin e 4 këtu dhe prezent edhe me sa më kujtohet mu patet edhe fjalën që të tregoni. Sa gjetet përkraje edhe në fund të fundit, sa po gjanë përkraje nga Shqipëria dhe Kosova në këtë aspekt të marrë parasysh që i kemi 2 shtete shqiptare? Realisht nga Shqipëria përkraja ka qenë temase, që para 2 vitesh na ka ndihmuar ambasadori i Shqipërisë shumë. Dhe tani vetëm sot më kam pata nderin të takoj 3-4 ministra shqiptar të cilët ishin gjithë të interesuar të ndëgjojnë dhe të shohin se si mund të na ndihmojnë në këtë kërkesën tonë. Derisa nga Kosova nuk kemi pa ndonjë reagim të tillë, nuk kemi ftuar, nuk kam pa ndonjë reagim në mediat sociale, përveç disa partive që sa e di unë janë pjesë e opozitës. Atje, për ndryshe pres edhe normalisht edhe nga ata. Ne prindërit tanë kanë qenë, veçanërisht prindërit e mi, kanë qenë në protesta studentore në Kosovë, edhe këta presim që të na kthejnë edhe ata, edhe qytetarët e thjeshtë, edhe studentët, që të na bashkohen neve përsëri. Çështja kombëtare dhe investimi në çështjen kombëtare nuk është huazim, po është domosdoshmëri. A mendoni që ka vend për të bërë, sidomos Kosova që e ka vujt një problem të tillë dhe ende nuk është me sy hapur mjaft që të i kalat disa probleme që ka të brendshme. Pse nuk e ngritin zënën dhe për shqiptarët në Maqedoninë Veriore? Tani këta që i pam që kanë reaguar, ka patë edhe shumë gazetar, media, figura publike që kanë reaguar krah neve. Edhe unë jam i bindur sa ditë në protestë ne kemi patë sigurisht edhe kosovarë aty. Po normalisht presim atë përkraje nga institucionet shtetërore. Ata du të reagojnë që të bëhen të bashkuar, të japin deklaratat të bashkuar, si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova. Kjo du të arrihet, ndoshta ende ata shikojnë situatën se si është apo si mund të rregullohet, ndoshta kanë bërë diçka në mënyrë interne, por jo diçka që kemi pa. Më thuaj për fund, më thuaj se çfarë forme ka mundësi me të kontaktuar një aktivist, një student, dikush që ka mundësi më ndihmoj juve edhe organizimit ju dhe iniciativës suaj. Kontaktet sidomos, po edhe në çfarë forme kërkoni ndihmë përveç asaj që bashkangjitet në protesta që ta ngrejnë zërin lart? Thash, secili ta ngrejë tek familjarët e vet, ta bëjmë temë aktuale, se nuk mundet çdo herë drejta jonë të varet nga protesta në rrugë. Sa i përket kontaktit, lirisht mund të na shkruajnë në Facebook apo Instagram në student shqip, apo të më kontaktoj mua vetë me Vlan Ademi, besoj se do më gjejnë në Facebook. Me Vlan Ademi në Facebook. Po. LinkedIn? LinkedIn nuk kam ende. Instagram të Instagram njëjtë është. Po. Për se LinkedIn është i përdorur sidomos për organizatorëve kështu të sugjeroj sinqerisht të bash. Po. Qëni bukur, turoj gjithçka të mirat dhe natyrisht populli Maqedonisë ka nevojë për neve gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe një herë. Faleminderit shumë, ha. Të gëzohem. Kërkoj falje se pak u mundova ndoshta, po ishte shumë të mirë, çka na do.